Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët tanë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Të dashur vëllezër të nderuara motra, vazhdojmë me disa këshilla para namazit teravive dhe para jacis para përkisht. Përmes të cilave shpresojmë që përfitojmë në këto net bekuara të Ramazanit dhe të avancojmë si në kuptimin shpirtëror, po ashtu edhe në aspektet tjera, duke qenë se mbrëmë ishte nata e parë dhe përgjithsisht treguam për atë se si apo përse vije Ramazani dhe kush është synimi kryesor dhe çfarë përfitojmë ne si agjërues dhe si musliman përgjithësi me të gjitha adhurimet që ne i kryejmë karshi Allahut madhërisht. Sonte me lejen e Allahut do të flas për një çështje të rëndësishme për të cilën pak a shumë edhe kanë folë mirë, po sipërfaqësisht edhe mbron, pra për çështjen e niyetit. Ne e dim mirëfilli se një prej kushteve të pranimit veprës tek Allahu i Madhërisht është niyeti, pra qëllimi të jetë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Por njëkohësisht e dim që një prej sfidave më të mëdha jetësore është ruajtja e çiltësisë, e vlerësisë së niyetit, pra ruajtja e pastërtisë së niyetit. Duke qenë se djalli i mallkuar fokusin kryesor ka me na i prish niyetet tona. Nëse ai arrin me na i prish niyetet, nëse ai arrin që nga fillimi i veprës neve me na fut mes nesh dhe mes Allahut ndonjë syfaqësi, ndonjë vetpëlqim apo ndonjë element tjetër që e prish niyetin, ai e ka arritur më të madhen e mundshme. Pastaj çfarëdo që të ndërtojmë ne pe veprave të mëdha, mbi një nijet jo të mirë apo jo të pastër, e gjitha është humbje, e gjitha është e kotë. Apo thon ndryshe është edhe kundër argument ditën e gjykimit për ne. Sepse djalli i mallkuar dëshiron që neve të na prish niyetin në raport me Allahun subhanahu wa taala. Hadithi themelor për këtë çështje, hadithi i njohur për gjithë ju, ku thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas qëllimeve të tyre. Pra ashtu siç i kemi qëllimet, ashtu do t'i kemi edhe shpërblimet. Dhe pastaj krejt në fund edhe në varësi të qëllimeve dhe të shpërblimeve do t'i kemi edhe përfundimet. Pra këto janë të ndëlidhura njëra me tjetrën. Por muaji Ramazan është pikërisht muaji i cili mundson ripërtrirjen e niyetit, përmirësimin, pastrimin e niyetit tonë. Dhe një prej objektivave kryesor këtij muaji për secilin prej nesh duhet të jetë fuqizimi i nijeteve tona. Pra nëse jemi të sinqert, ti fuqizojmë ato, ti sforcojmë. E nëse nuk jemi të sinqert sa duhet, ti pastrojmë ato. Dhe ky duhet të jetë synimi kryesor. Pra mos lejmë që ky Ramazan të na kaloj pa e përmirësuar veten në raport me qëllimet tona. Nga se djalli i mallkuar, një prej mashtrimeve më të mëdha që e përdor në raport me besimtarët e Allahut është se i lë të jetojnë në neglizhencë, në shkujdesje. Pra, na krijon një lloj bindje që ne jemi shumë të sinqert me Allahun. Na krijon një lloj vetpëlqimi të heshtur që ne mund të mos e vrejmë, por ajo ekziston në brendit tona. Fillojmë edhe ibadetet i trajtojmë si adete. Dhe nëse ibadeti kalon në adet, atëherë më nuk ka sinqeritet në të. Ka kaluar diçka tjetër, ka kaluar në zakon, ka kaluar në shprehi, por jo në adhurim. S'ka besimtar që nuk e nis ibadetin për adhurim, por jo të gjithë përfundojnë tillë. Por jo të gjithë janë gjendje me rujt këtë shëndoshmërinë edhe pastërtinë e adhurimeve tona karshi Allahut Madhërisht. Prandaj Allahu e përsërit Ramazanin për çdo vit, duke qenë se jemi krijesa harrastare dhe gabimtare, kemi nevojë për ripërtrirje. Dhe këtë më së miri mund ta bëjmë në Ramazan, sepse rrethonat janë jashtëzakonisht të lehtësuara. Allahu, si rrethonat toksore, po ashtu edhe rrethonat qiellore, i lehtëson për besimtarët e tij. Dhe prej çështjeve bazike që na lehtëson Allahu është përmirësimi i qëllimit ton, përmirësimi i niyetit ton. Andaj ky Ramazan do të jetë Ramazani i ndryshimit ton nga çështja bazike dhe kryesore që është përmirësimi dhe ndryshimi i niyetit. Unë kam bindjen e plot se secili prej jush, prej meshkujve dhe femrave që ka filluar këtë Ramazan e ka filluar për Allahun subhanahu wa taala. Ne gjitha adhurimet tona mundohemi t'i kryejmë për hir të Zotit, për as këtë tjetër përpos tij. Por sa jemi të qëndrueshëm në këtë nijet, duke qenë se djalli i mallkuar është armik i përbetuar i njeriu. Allahu tregon qartë azi dhe prerazi në Kur'an duke thënë inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa.
padyshim se shejtani është armik i përvetuar i njeriut. Andaj merreni për armik. Pra Allah nuk lejon që na me i kriju vetës një lloj hapësire, një lloj sigurie se djalli i mallkum na lën neve në vetmi, apo na lën neve në atë komoditetin tonë, apo na lën neve para se gjithash në devotshmërinë që ne e synojmë apo dhe arrim. Absolutisht jo. Ai fokusin kryesor e ka neve me na zbet devotshmërinë, derisa pastaj nëse arrin qëllimin e tij na largon krejtësisht për rrugës së Allahut. Pra ne jemi në luftë me djallin e mallkum dhe kjo luftë është e përhershme deri në frymën e fundit. Madje në çastet më të fundit të jetës, ai do të provojë maksimalisht me na deviju neve. Me na bë me besu që shpëtimi mund ta sjellë djalli i mallkum prej agonisë së vdekjes. Neve na takon si besimtar që të jemi syçel, vigjilent, sidomos në raport me njetin. Normalisht përmirësimi i njetit është një proces i gjatë, kërkon një jetë tërë ndoshta. Dikush për shkak të përkushtimit më të madh arrin me e forcuar jetën e tij pak më shpejt. E dikush tjetër ndoshta gjithë jetën e tij e ka këtë problem. Sido që të jetë situata, sido që të jetë gjendja jonë, ajo që duhet me mbretëru në jetën tonë është përpjekja e vazhdueshme. Ajo që duhet me dominu në praktikat tona, në adhurimet tona, në veprimet tona është përpjekja e përhershme për me përmirësuar jetën. Prandaj alamet burra, alamet besimtare kanë pas këtë problem në jetën e tyre. Ndërta ka qenë edhe Sufjan al-Thauriu, një dietar, një besimtar i devotshëm, i jashtëzakonshëm, i njohur për devotshmërinë e tij, për ibadetet e mirëfillta dhe të shumta që i ka pas, për diturinë e tij të pastër dhe për fjalët e tij të urta. Megjithatë ka thonë çështja që më shumë ti më ka breja dhe që më shumë ti ka shkaktuar probleme në jetë është përmirësimi i jetës tim. Ma alajtu shay'an ashad alayya min niyyati innaha tataqallabu alayhi. Ka thonë s'ka pas diçka më të vështirë në jetën tem se sa me e përmirësu, me e pastru apo me e shëru në jetën tem. Pse? Sepse ajo ka thonë ndryshon shumë shpejt. Pra nuk ka diçka më të brisht që ndryshon në moment se sa niyeti, se sa qëllimi. Prandaj qëllimet tona kërkojnë kujdes të vazhdueshëm dhe të veçantë. Prioritet për ne duhet të jetë qëllimi. Pastaj tjerat. Nëse arrim të kemi qëllime të shëndosha, qëllime të pastërta, gjitha veprat tjera që ndërtohen mbi këto qëllime të pastërta do të jenë shëndosha. Dhe do të kemi shpresë të vazhdueshme për shpërblime madhore. Para mendojeni çfarë humbje është kur gjitha këto vepra madhështore në pamje apo në dukje të na bëhen pluhur e hin ditën e gjykimit. Nuk ka humbje më të madhe se sa kjo. Por një besimtar vigjilent, një besimtar që nga mëngjesi i hershëm, kur zgjohet mëngjes, ja bën vetes obligim për thirrjen e niyetit. Pra, në moment kur zgjohemi në mëngjes, pasi që e falenderojmë Allahun për mundësinë e të jetuarit edhe të një dite të re. Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Kjo është duaja më e paktë, më e shkurtë që thuhet kur zgjohemi në mëngjes nga gjumi. E që do të thotë lavdi dhe falënderimi i takon atij që na ngjalli, sepse ishim të vdekur në gjumë. Ba'da ma amatana, pasi që ishim vdekur, wa ilayhi an-nushur, dhe tek ai kemi kthimin gjithë. Pra, pas këtij falënderimi, duhet më njëherë të pasojmë me diçka tjetër. Me thonë, o Allah, unë këtë ditë po e nisi për ty. Këtë ditë do ta jetoj për ty. Çfarë do që të veprosh për gjatë këtij 24 orëshi, fakti që e ke thonë çat në jetë apo e ke përtrin çat në jetë, krejt veprat e mira kanë me tu pranuar me lenin Allahut. Por edhe nëse ke gabuar dikund, përmes një istikfarit të lehtë, përmes një kërkim falje modeste në raport me Allahun, ty të falen ato gjinoa, sepse bazën e ke të shëndosh. Baza e fillimit ditës me sinqeritet mirëfillt, me sinqeritet pastër, edhe përtrirja e këtij niyeti, këtij qëllimi, që nga mëngjesi i hershëm nuk lejon që ti me deviju gjatë asaj dite. Dhe kur kjo bëhet praktike përditshme, pra kur ne ja bëjmë vetes obligim që nga mëngjesi i hershëm me përtrin jetën tonë, besoni që jeta jonë do të frymojë krejtësisht ndryshe. Tani ta pyesim secili veten, sa prej nesh sot kur i zgjun mëngjes herët, për me bëu si fyr, e kemi bën një jetë që këtë ditë me jetu për Allah. Besoj që shumë pak. Pse nuk e kemi praktikë përditshme një gjatë tillë. A kjo duhet të jetë kryesorja. Pra gjitha ato plane ditore që ne mujmë me i pas, edhe të familjes, edhe të karrierës, edhe çdo gjë tjetër, nuk janë më të rëndësishme se sa plani yt me Allahun subhanahu wa taala. Dhe çdo plan me Allahun duhet ndërtohet mbi qëllim të sinqert, mbi qëllim të pastër. Andaj le të jetë ky Ramazani i përmirësimit të qëllimeve tona. Për këtë arsye, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam u përsëriste vazhdimisht hadithin që tregon për vlerën e Ramazanit, që e citova edhe mbrëm,
por po e zbërthejmë pak më gjanë këtë hadith. Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me iman, me besim dhe me shpresë në shpërblim, i falin mëkatet e kaluara. Këtu janë dy parime bazë, për më na u fal gjunahet, për gjatë këtij Ramazani, edhe për gjatë gjithë jetës tonë, duhet me i përmbush dy parime bazë. E para është imani. Por çfarë do të thotë iman? Imani para së gjithash është bindje. Qofse imani nuk e kemi bindje, qofse këtë fe, këtë islam, në kuadrë këtij islami edhe këtë Ramazan, e presim, e kalojmë dhe e përcjellim thjesht një traditë familjare apo shoqërore, nuk e kemi bindje te Allahu subhanahu wa taala. E kemi traditë. Dhe tradita nga bindja dallon krejtësisht. Ajo që është bindje është diçka qendrore, është diçka bazike, është themeltare. Një njeri që gjithë jetën e tij e ndërton mbi bindjen se Allahu është Zoti që meriton adhurimin. Vetëm Allahu duhet t'i përgjërohemi, vetëm atij duhet t'i kthehemi. Çdo gjë duhet ta veprojmë vetëm për hir të tij. Dhe vetëm përmes tij e presim shpërblimin dhe shpëtimin. Ky njeri ka një qasje këtë ndryshe me Allahun subhanahu wa taala. Ky njeri përpos që frymon ndryshe edhe jeton ndryshe. Ky njeri ka shpresë tek Allahu subhanahu wa taala, më shumë se sa çdo kusht tjetër, sepse lidhjen e tij më të fuqishme e ka me më të mirin, me Allahun, me atë që i dha jetën, me atë që e begaton, me atë që e pasuron nga gjitha anët dhe në çdo aspekt jetësor. Prandaj parimi i parë është bindja në Allahun subhanahu wa taala. Bindja se ky Islam është feja e vërtetë, bindja se ky Ramazan ka ardhur për të mirën tonë, bindja se çdo ibadet që ne e bëjmë për hir të Allahut, Allahu ka më na ngrit përmes atij ibadeti. Dhe e dyta është shpresa në llogaridhënie të lehtë, shpresa për shpërblim. Wahtisaba, besimtari pa krahas bindjes rrugton drejt Allahut subhanahu wa taala dhe me shpresë për shpërblim. Kjo zatën na motivon neve, nëse nuk do të ishim motivuar për Allahut me xhenet, na kishim me vepru prapë për hir të Allahut. Por nuk do të kishim motivin sikur se e kemi kur e dim që Allahu ka përgatitur një shpërblim madhor për ne, i cili fillimisht fillon me hyrjen në xhenet, madje me përjetësinë të, e përfundimisht edhe kjo e kurorëzon më së shumti edhe më së miri gjithë shpërblimin në xhenet e Allahut, takimi me Allahun subhanahu wa taala. Vetë fakti që Allahu na ka treguar që për ne ka përgatitur xhenete dhe na ka treguar që besimtarët e tij që do të hyjnë në xhenet do ta kenë mundësinë edhe privilegjin me e taku Allahun subhanahu wa taala, kjo na motivon jashtëmase. Kjo është ajo që neve na jep shpirt. Kjo është ajo që neve na bën me u përkushtu maksimalisht në çdo ibadet që ne e kryjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajo që neve na motivon me prit çdo Ramazan me gatishmëri maksimale. Ne e dimë që çdo Ramazan i sjell të njëjtat gjëra, nuk sjell diçka të re. Dhe kjo është diçka normale. Jeta është kësaj, jeta është përsëritje. Jeta është histori që përsëritet. Si në kuadër të jetës përgjithshme, si në kuadër të vitit, si në kuadër të ditës. Pra ne i përsëritim gjërat e njëjta, por çka na freskon neve gjatë 24 orëshit, gjatë vitit dhe gjatë jetës në përgjithësi, është takimi me Allahun. Kjo është ajo që neve na mban të freskët. Dhe për ta takuar Allahun subhanahu wa taala, a mendoni se mund ta bëjmë një gjë të tillë pa qenë sinqert në jetën e kësaj bote, pa qenë sinqert në fjalë dhe në vepra, pa i kulluar në jetën tona? Absolutisht jo. Zatën në xhenet nuk mund të hyj vetëm se e pastërta. Xheneti është i vetmi vend që ka krijuar Allahu që në të nuk mund të futet e ndyra. Nuk mundet. Në këtë botë jeton edhe e ndyra, edhe e keqja. Por në xhenet s'ka mundësi. Atje do të hyj vetëm e pastërta. Gjitha veprat tona të pastërta do të jenë garant ditë gjykimit për shpëtim. Në numër do të kemi vepra të shumta, por në cilësi varet se sa do na dalin në përfundim. Andaj na do të më dhon shumë rëndësi për trirjes së niyetit ton, pastrimit të qëllimeve tona. Ky duhet të jetë synimi kryesor. Duke filluar nga ky fillim vit shpirtëror, nga ky Ramazan. Le ta trajtojmë këtë Ramazan sikur se të jetë Ramazani i fundit për ne. Harroj ato Ramazane që i ke kaluar deri tash. Falenderoj Allahun që ta ka dhënë mundësinë, por ndryshoje komplet konceptin jetësor. Mos thuj hajt sezon dhe Ramazana të tjera. E lutim Allahun me arritë edhe shumë Ramazane të tjera, por ta trajtojmë këtë Ramazan sikur se të jetë Ramazani i fundit për neve. Keni më pas se çfarë përjetimi keni më pas këtë Ramazan. Këtë ndryshe ka më qenë. Këtë ndryshe, një qysh për shembull e farim një namaz dhe para se me hyn namaz, ja përkujtojmë vetes e përjetojmë atë namaz sikur se më qenë namazi i fundit për neve. Kështu është edhe me Ramazanin, ndonse është një muaj ditë, 30 ditë apo 29 ditë varësisht nga ajo se si Allahu cakton.
Pra, ky përjetim është krejtësisht ndryshe, është shumë më i thellë. Edhe në kuadër këtij përjetimi pastaj shpresën e kemi shumë të madhe për me na shpërbly Allah, se ke siguri të plot. Për shembull, për një çështje të jetës kësaj bote, qoftë çështje familjare apo profesionale, kur e përkryjmë atë punë, kur e përsosim atë punë, çfarë shpresë të madhe kemi për sukses? Nëse kemi në shkollë fëmijë ose vetë na që i kemi kalu bankat shkollore, nëse jemi përgatitur për një lanë caktuar dhe kemi marrë gjitha masat maksimale për me qenë suksesshëm në test, apo në atë lanë, apo në atë vit shkollor, na e dim se çfarë rezultate pak a shumë presim, se e dim se çka kemi bë, e dim sa të sinqert kemi qenë në zellshmërinë tonë, kërkimin e dijes. Kështu është edhe me jetën në përgjithësi. Ato punë, ato vepra që i kryjmë për hir të Allahut, i ndërtojmë mbi sinqeritet të kulluar. Ne kemi shpresë të madhe që Allahu s'ka më na i humb, se Allahu nuk ja humb mundin e të sinqertit. Allahu nuk ja humb mundin e bamirësit. Është e pamundur, Allahu ka garantuar për një gjë të tillë. Por këtë pastërti, këtë lirësi të qëllimeve tona duhet ta bëjmë vazhdimisht, pra ta përtrim në jetën, sepse fokusi kryesor i djallit mallkuar është me na i prish në jetën tona dhe fokusi kryesor do të jetë mbrojtja e jetëve tona. Lutim Allahun e Madhërisëm të na bëjë për besimtarëve të sinqertë në fjalë dhe në vepra. Na bëjë për atyre që vazhdimisht që nga mëngjesi i hershëm e deri në natën e errët kur bim me fjet në gjumë me përtrin jetën, sidomos para çdo vepre që e bëjmë. Një besimtar dhe një besimtare që e arrin nivelin e përtrirjes së jetit para çdo vepre, qoftë e madhe apo e vogël, edhe nëse e jep diku një sadak 10 centshe, para se me dhon nalu pak, mendon vetvete dhe thuj kët po jap për Allah, mos e lësho pe dorë më një herë. Përtrije jetën. Para se me hyn xhami, përtrije jetën pse po hyn xhami. Para se me dal, përtrije jetën. Para se me dal pe shtëpi, kur të kthehesh në shtëpi, kur të shkon në punë, kur të shkon në shkollë, mësoje veten me përtrin jetën. Keni me pa që çfarë sigurie keni me pas në jetë, edhe çfarë shpresë të madhe keni me ndinë në zemrat tuaja ditën kur do dilni para Allahut Madhërisëm me dhënë llogari edhe më shpërbly për veprat e mira që ju keni bërë. Allah ju shpërblet për dëgjimin.